se shqiptarët e Kosovës duhet të votojnë qeverinë Kurti këtë dhjetor. Prishtinë, dhjetor 2025. Ndërsa Kosova përgatitet për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, debati politik në vend ka arritur pika kulmore. Te kundërshtarët flitet për stagnim dhe tensione të mbështetësit për transformim historik. Në këtë artikull, prezantojmë arsyet pse shqiptarët e Kosovës duhet të votojnë qeverinë Kurti, duke theksuar arritjet konkrete që prekin çdo shtresë të shoqërisë kosovare. 1. Liberalizimi i vizave dhe fushizimi i pasaportës kosovare. Një nga sukseset më të dukshme të qeverisë Kurti është liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës në drejtim të Bashkimit Evropian, Tajlandës, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Tajvanit, një çlirim efektiv i lëvizjes që ka zgjeruar horizontet e kosovarëve në botë. Për më tepër, Kosova ka arritur njohjen e pasaportës nga 2 vende që deri më tani s'kan njohur pavarësinë e saj, Spanja dhe Armenia, një goditje simbolike në arenën ndërkombëtare që forcon shtetësinë e vendit. 2. Rritja ekonomike dhe progresi tregtar. Në vitin 2024, ekonomia e Kosovës arriti një shifër historike në 10 miliardë euro vëllim ekonomik, me rritje të gëtpuese prej rreth 30 që nga 2021 një trend i qëndrueshëm pozitiv ekonomik. Për më tepër, eksportet janë dyfishuar, deficiti tregtar është ngushtuar dhe investimet e huaja janë rritur dukshëm, tregues të qartë se ekonomia kosovare po lidhet më thellë me tregje globale. 3. Përmirësimi i mirëqenies sociale, pagat, pensionet dhe ndihmat. Qeveria ka ndërmarrë hapa konkret për të rritur standardin e jetesës. Pensionet janë rritur deri në 20 me shtesa ekstra për pensionistët e kategorive të rënda. Ndihmat për fëmijë janë dyfishuar ose trefishuar, duke ofruar mbështetje të drejtë për familjet në nevojë. Paga minimale për herë të parë pas 13 vjetësh është rritur dukshëm, duke dhënë një frymë të re për punonjësit me të ardhurat të ulëta. Rritje pagash në sektorin publik është planifikuar në 2 faza brenda vitit 2025. 4. Reforma në shëndetësi dhe shërbimet publike. Në drejtim social, qeveria ka synuar përmirësimin e shëndetësisë publike. Shërbimet e ndryshme mjekësore janë bërë më të lira apo në disa raste falas, duke përfshirë ortopedinë dhe onkologjinë. Çmimet e ilaçeve janë ulur ndjeshëm me miratimin e ligjeve për një listë unifikuar dhe më të lirë të medikamenteve. 5. Reforma e drejtësisë dhe kujtesa historike. Qeveria ka avancuar në drejtësi duke operacionuar Institutin për Dokumentimin e Krimeve të kryera gjatë luftës, duke mbledhur materiale arkivore voluminoze që paraqesin historinë e luftës për brezat e ardhshëm, vendosur themelet për kompleksi memorial Adem Jashari dhe Muzeun e Gjenocidit, hapa të rëndësishëm për kujtesën kombëtare. 6. Konsolidimi i sigurisë dhe kapacitetet mbrojtëse. Në një rajon ku paqja dhe stabiliteti janë sfida të përditshme, qeveria Kurti ka nisur rritjen e buxhetit të ushtrisë deri në 60 dhe plane për prodhimin e dronëve dhe municionit brenda vendit, duke forcuar kapacitetet e sigurisë kombëtare, operacionet e regjistrimit dhe faturimit të energjisë në komunat veriore, një hap konkret drejt integrimit të plot të gjithë territorit të Kosovës. 7. Fokus mbi arsimin dhe fushizimin e të rinjve. Qeveria ka bërë arsimin publik falas në nivel universiteti, duke hequr barrierat financiare për mijëra studentë, mbështetur programe inovative në STEM dhe arsim profesional, duke rritur aftësitë e të rinjve dhe konkurrueshmërinë e punësimit, rritur punësimin e të rinjve të 18, 24 vjeç me mbi 118 e një shenjë fushizimit të gjeneratës së ardhshme. 8. Pesha e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Pavarësisht sfidave me Serbinë dhe tensioneve rajonale, qeveria Kurti ka vendosur dialog politik aktiv, ndonse të vështirë, me partnerë ndërkombëtar. Ardhur në një periudhë ku Kosova ofron bashkëpunim ndaj projekteve globale dhe nismave të sigurisë, një çështje që shërben si kreditim diplomatik për shtetin kosovar. Në një kohë kur shtetet e rajonit përballen me paqëndrueshmëri, Kosova ka gjetur një zë të fortë, një zë që kërkon të mbrojë sovranitetin e saj, të rrisë ekonomi dhe të forcojë mirëqenien sociale. Konkluzioni: një mandat me kapital politik dhe shoqëror. Në një kohë ku polarizimi politik në Kosovë është i lartë dhe shoqëria kërkon rezultate konkrete, qeveria Kurti paraqet një platformë që ka rezultate matëse në drejtësi sociale, ekonomi, siguri dhe pozicionim ndërkombëtar. Për shumë qytetar, vota për qeverinë në dhjetor është vota për vazhdimsi të reformave që lidhen drejt për drejt me jetën e përditshme, nga pasaporta, paga dhe pensionet, deri te siguria dhe identiteti kombëtar. Ndërsa sfidat mbeten, vota nuk është vetëm një akt politik, është një sinjal për të ndërtuar një Kosovë më të fortë, më të drejtë dhe më të pavarur.